تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. E gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e falenderojmë, ata e lavdrojmë, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe kë e devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij, i përzgjedhuri dhe i dashur i tij, besniku për shpalljen e tij dhe kumtuesi i fesë së tij te njerëzit. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij. Mëtej, fjala më e vërtet është fjala e Allahut. Udhëzimi më i mirë është udhëzimi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjërat më të këqija janë shpikjet në fe, secila shpikje në fe është bidat, secili bidat është devijim dhe secili devijim është në xhehenem. O robërt e Allahut, ruhuni Allahut të lartësuar, kini parasysh mbikëqyrjen e tij, veproni sipas asaj që ju ka urdhëruar dhe largohuni nga ajo që ju ka ndaluar. Allahu i lartësuar e ka nderuar umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, e ka ngritur mbi umetet tjera dhe e ka bërë umetin më të mirë për njerëzimin. Për shkak se ky umet urdhëron për të mira, i ndalon të këqijat dhe beson në Allahun e Madhërisëm. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Ju jeni populli më i mirë, i dal për njerëzimin, sepse ju urdhroni që të bëhen vepra të mira, i ndaloni të këqijat dhe besoni në Allahun. Transmeton Behz ibn Hakim nga babai i tij dhe ai nga gjyshi i tij se ka dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë për këtë ajet: innakum tutimmuna 70 umma antum khayruha wa akramuha ala Allah. Me ju plotësohen 70 ummete dhe ju jeni më i miri dhe më i vlefshmi tek Allahu. Këtë hadith e transmeton Tirmidhiu dhe Albani thotë se është hasan. Urdhrimi për të mira është urdhrimi për atë që përputhet me ligjin e Allahut të lartësuar në formën e dukshme dhe në realitetin e brendshëm. Dhe ndalimi i të keqes do të thotë ndalimi i asaj që e kundërshton ligjin e Allahut në formën e dukshme dhe në realitetin e brendshëm. Kjo është një bazë madhështore mbi të cilën ndërtohet feja islame dhe është një veprim me të cilin përmirësohet umeti dhe ruhet nga devijimi dhe ndryshimi i fesë Allahut. Allahu i lartësuar ka thënë: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Le të jetë prej jush një umet që thret për në mirësi, urdhron për vepra të mira dhe ndalon prej veprave të shëmtuara. Vetëm këta janë të shpëtuarit. Transmetohet nga Hudhaifja radhiyallahu anhu se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Walladhi nafsi bi yadihi la ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhawunna 'anil munkar أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم."
pasha ata në dorën e të cilit është shpirti im, ose do të urdhroni për të mira dhe do të ndaloni nga e keqja, ose shumë shpejt Allahu do t'ju dërgojë një dënim nga ai, pastaj ju do t'i luteni atij dhe ai nuk do t'ju përgjigjet. Transmetojnë Ahmedi dhe Tirmidhiu dhe Albani ibn Hasan. Urdhrimi për të mira dhe ndalimi i të keqes është veçori dhe cilësi e imanit. Për shkak të rëndësisë së madhe që ka, Allahu i lartësuar e ka përmendur para faljes së namazit dhe dhënies së zakatit. Ka thënë: "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu, ulaika sayarhamuhumullah, inna Allaha 'azizun hakim." Besimtarët dhe besimtaret janë miq për njëri tjetrin. Ata urdhrojnë që të bëhen vepra të mira dhe i ndalojnë të këqijat. E falin namazin, japin zakatin dhe i binden Allahut dhe të dërguarit të tij. Këta janë ata që do t'i mëshirojë Allahu. Me të vërtetë, Allahu është i gjithëpushtetshëm i urti. Ky ummet e ka kryer detyrën e urdhrimit për të mira dhe ndalimit të së keqes që nga fillimi i Islamit. Mirë po, sot kemi nevojë edhe më shumë t'i kushtojmë rëndësi dhe ta kryejmë atë, sepse ignoranca është shtuar, dituria është paksuar dhe shumë prej njerëzve nuk e kuptojnë rëndësinë e këtij obligimi të madh. Në kohën tonë, çështja është bërë më e rëndë dhe rreziku më i madh. Për shkak të përhapjes së të këqijave, prishjeve dhe devijimeve, janë shtuar thirrësit e bidateve dhe shtrembrimeve, janë paksuar thirrësit e udhëzimit dhe mirësisë dhe janë rralluar thirrësit për tek Allahu i Madhrishëm. Çdo herë kur umeti e braktis këtë obligim të madh dhe nuk e kryen siç është urdhëruar, i ndodh sherr i madh, e keqja e rëndë dhe prishje e gjerë. Atëherë ngurtësohen zemrat, përhapet padrejtësia dhe e kota dhe umeti përçahet. Allahu e ka qortuar një pjesë prej popujve të Beni Israilve, të cilët e kanë pasur këtë gjendje. Ai thotë: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawuda wa Isa ibn Maryam, dhalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun." Ata që ishin mohues nga bijtë e Israilit, u mallkuan me gjuhën e Davudit dhe të Isait, birit të Merjemes, për shkak se ishin të pabindur dhe shkelnin çdo kufi. Kurse kjo mosbindje dhe ky mëkatim i tyre shpjegohet në ajetin vijues ku thot Allahu i lartësuar: "Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu, labi'sa ma kanu yaf'alun." Ata nuk e ndalonin njëri tjetrin nga të këqijat që i bënin. E sa të shëmtuara ishin veprat që bënin ata. Këtë heshtje ndaj të keqes dhe mos ndalim të veprave të këqija, Allahu e ka përmendur si mëkatimin më të madh të tyre dhe shkeljen më të madhe të kufive të Allahut. Kjo tregon se braktisja e këtij urdhri është rrezik i madh dhe mosplotësim i një obligimi madhështor. Secili musliman e ka obligim ta kryej atë që ka urdhëruar sheriati i përsosur, aq sa ka mundësi. Secili duhet të urdhrojë për të mira dhe të ndalojë të këqijat, si bindje ndaj Allahut të lartësuar dhe si kujdes për të mos rënë në ndëshkimin e tij. Transmetohet nga Abu Said al-Khudri radhiyallahu anhu se ka thënë: "E kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, wa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhafu al-iman." Kush sheh një të keqe, le ta ndryshojë atë me dorë. Nëse nuk ka mundësi, atëherë me gojë. E nëse nuk ka mundësi, atëherë me zemër. Por ky është imani më i dobët, transmeton Muslimi. Këtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na i ka sqaruar shkallët e urdhrimit për të mira dhe ndalimit nga të këqijat, të cilat janë 3 shkallë. Shkalla e parë është ndalimi i të keqes me dorë për atë që ka mundësi, duke e hequr të keqen fizikisht. Kjo i takon pushtetarëve dhe zëvendësve të tyre, si dhe secilit që ka një lloj pushteti, siç është prindit e fëmijët e tij, burrit e gruaja e tij, pronari në pronën dhe punën e tij dhe të ngjashme. Ata që kanë fuqinë në këtë mënyrë e kanë obligim të detyrojnë njerëzit ta zbatojnë ligjin e Allahut, që është obligim.
Nëse nuk është nga ata që kanë autoritet dhe pushtet si në shkallën e parë, atëherë kalon në shkallën e dytë dhe vazhdon të ndalojë të keqen me gojë, duke folur për të mirën, duke urdhruar për të, duke sqaruar të keqen dhe duke e qortuar atë. I përkujton njerëzit për fenë dhe për ligjin e Allahut me urtësi, me këshilla të bukura, me butësi dhe me dashamirësi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Inna Allaha yuhibbu ar-rifqa fil amri kulli." Allahu e do butësinë në secilën çështje. Dhe ka thënë: "Inna ar-rifqa la yakunu fi shay'in illa zana, wa la yunza'u min shay'in illa shana." Çdo herë kur butësia gjendet në një gjë, ajo zbukurohet, dhe çdo herë kur i hiqet një gjëje, ajo shëmtohet. Këto dy hadithe i transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij. Nëse nuk ka mundësi ta bëj këtë, atëherë kalon në shkallën e tretë, që është mohimi dhe kundërshtimi i të keqes me zemër. Ky është imani më i dobët dhe vepra më e paktë për ndalim të së keqes. Por, megjithatë, është shenjë e imanit. Kur njeriu e urren të keqen me zemër, mërzitet pse ndodhin këto të këqija dhe nuk është i kënaqur, atëherë kjo është shenjë se në zemrën e tij ka iman. Por nëse pajtohet me të keqen dhe ndjek atë, atëherë gjendja e tij është e mjerueshme. Muslimani nuk duhet të dobësohet dhe ta larë këtë simbol dhe shenjë të fesë sonë, me qëllim që të mos ngadhnjejnë njerëzit e të keqes dhe prishjes. Allahu na bëft urdhrues për të mira dhe ndalues të së keqes. Allahu më bekoft mua dhe ju me Kur'an dhe Sunet, na e bëft të dobishëm secilin përkujtim në to çdo urtësi dhe secilin ajet. I them këto fjalë që i dëgjuat dhe kërkoj falje tek Allahu për mua dhe për ju nga secili mëkat dhe gjuna. Kërkoni falje atij sepse ai është falësi dhe mëshiruesi. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Gjithë lavdia I takon Allahut për secilën mirësi. Ata e falenderojmë për suksesin dhe për çdo dhunti, dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një dhe I vetëm dhe I pastër nga çdo ortakri. Dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe I dërguari I Allahut, I cili thiri për tauhid, moral dhe për çdo mirësi. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen dhe shokët e tij në përgjithësi. Mëtej, ju porosis ju dhe veten time për kujdes dhe ruajtje ndaj Allahut, sepse kjo është porosia e pejgamberëve dhe stolia e të devotshmëve. O vëllezër besimtar, ai I cili urdhron për të mira dhe ndalon nga të këqijat, duhet të stoliset me cilësitë e thirrësit të urtë, këshilluesit të sinqertë dhe durimtarit të qëndrueshëm. Duhet ta zgjedh urtësinë dhe butësinë, të flasë me fjalë të përshtatshme dhe të këndshme, duke pasur mëshirë dhe duke ja dashur të mirën atij që është duke e këshilluar. Para të gjitha këtyre, ai duhet të ketë dituri dhe ta njohë mirë atë për të cilën është duke folur. Pastaj të jetë durimtar në thirrjen e tij, sepse do të ketë pengesa dhe sulme nga njerëzit. Allahu I lartësuar ka thënë: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmeti wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Thirr në rrugën e Zotit tënd me mençuri dhe këshill të bukur dhe diskuto me ata në mënyrën më të mirë. Dhe ka thënë: Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikin. Thuaj, kjo është rruga ime, të ftoj drejt Allahut me dituri të plot, unë dhe çdo kush që më ndjek mua. I lartësuar dhe I pastër është Allahu, unë nuk jam prej mushrikëve. Sufjan al-Thauri, Allahu mëshiroft, ka thënë: Urdhëruesi për të mira dhe ndaluesi I së keqes duhet të jetë I butë kur urdhron, I butë kur ndalon, I drejtë kur urdhron, I drejtë kur ndalon, I ditur për atë që urdhron dhe I ditur për atë që ndalon. Ai që urdhron për të mira dhe ndalon nga të këqijat, duhet ta ketë parasysh rregullën madhështore të shariatit, sjellja dhe shtimi I dobive dhe largimi dhe paksimi I dëmeve.
Secili që këshillohet duhet të jetë i gatshëm ta pranojë këshillën, ta kontrollojë dhe ta korrigjojë veten, si dhe të bashkëpunojë dhe të ndihmojë në bamirësi dhe takwa. Nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Ma min nabiyyin ba'athahu Allahu fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashabun ya'khudhuna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amrihi. ثم إنهم تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل." Secili profet, të cilin e ka dërguar Allahu para meje, ka pasur nga populli i tij përkrahës dhe shok, të cilët e zbatojnë sunetin e tij dhe udhëzohen sipas urdhrit të tij. Më pas vijnë gjenerata të këqija, të cilët e thonë atë që nuk e bëjnë dhe e bëjnë atë për të cilën nuk janë të urdhëruar. Kush i lufton me dorë, ai është besimtar. Kush i lufton me gojë, ai është besimtar, dhe kush i lufton me zemër, ai është besimtar. Kurse pas kësaj nuk ka asnjë grimc imani. Transmeton Muslimi. Kështu është ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dietarët, hoxhallarët, thirrësit dhe pushtetarët e kanë obligim të mbajnë lidhjet me njerëzit në përgjithësi, duke i thirrur për tek Allahu, duke i urdhëruar për të mira dhe duke i ndaluar nga e keqja, duke i mësuar ignorantët, duke i udhëzuar të devijuarit, duke zbatuar drejtësinë, duke u imponuar të vërtetën që të drejtohen njerëzit dhe duke i ndaluar nga e keqja dhe nga devijimi, si dhe duke i paralajmëruar nga njerëzit që e sjellin të keqen, devijimin, mëkatet dhe bidatet. Pushtetarët e kanë obligim gjithashtu të ndalin të keqen dhe të ndalin njerëzit e së keqes. Uthmani radhiyallahu anhu ka thënë: Allahu largon përmes pushtetarit atë që nuk e largon përmes Kuranit dhe argumentit. Allahu na bëft të bindur dhe na largoft nga rrugët e të shkatruarve. O Allah, na jep të mira në dunja, të mira në ahiret dhe na ruaj nga dënimi i zjarrit, na e përmirëso gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. O robërt Allahut, dërgoni salavat dhe selam për mëshirën e dhuruar dhe dhuntin e ofruar për pejgamberin tuaj Muhammedin, të dërguarin e Allahut, pasi ju ka urdhëruar Allahu dhe ka thënë: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Vërtet Allahu jep salavat pejgamberit dhe me lajket luten për të me salavat. O ju që keni besuar, dërgoni salavat për të dhe përshëndeteni me selam. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Men salla alayya salatan sallallahu alaihi biha 10. Kush më dërgon mua një salavat, Allahu atij jep salavat 10 herë. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Warda Allahumma 'anil khulafa'ir rashidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali. Warda Allahumma 'anis sahabati ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa 'anna ma'ahum bimannika wa karamika ya akramal akramin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر من نصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا
inna Allaha ya'lamu ma taf'alun, wa la takunu kallatina qadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha, wa aqimis salah, inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar, wa la dhikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un.